Gjykatës në Kuvendin e Kosovës për të diskutuar mbi krejt këto çka po ngjajnë në Kuvendin e Kosovës dhe pranë objektit të qeverisë së Kosovës, do të bashkëbisedojmë bashkë me Labinot Balaj, analist. Labinot, faleminderit shumë për kohën. Ndërkohë që do të na bashkangjiten edhe panelistë tjerë gjatë këtij diskutimi, Lavi, çka po ndodh me Kuvendin e Kosovës? Kemi tash një tension, një kërkesë zyrtare të Partisë Demokratike që nesër të mbahet një seancë tjetër e Kuvendit për të konstituar. A pritet të miratohet një kërkesë e tillë nga vetëvendosja? Si janë parashikimet? Për mi dhonë drejtësi përgjigjes juaj, për bëjnë një sfond të argumentit, unë besoj që ju krejt akterë të politikë kanë hyrë në proces për mi dhonë zgjidhje procesit. Më thonë, e dim që ose të pakte në kundërën time, se po thëmë kështu e dim për Marsit Mirqen, që ju krejtë akterët, do më kanë himi mi dhonë zgjidhje procesit politik, gjithësisht krimit të institucioneve. Dim që në pjesë e opozitës i levërdisë me zvarrit procesin, me kriju blokata, me konsumu afatin kushtetues dhe rrjedhimisht me qu vendin drejt zgjedhjeve të reja. I përshtatet edhe opozitës, po thu? Një pjesë të opozitës, PDK-s dhe PDK-s në veçanti, sepse është kriju një përshtypje që çdo proces i ri elektoral, edhe unë mendoj njëjtë që e të kurrë elektoralisht vetëvendosin për faktin sepse një pjesë e qytetarëve janë ndaj veshin fajin për mos krijim të institucioneve përkatësisht në përsëritje të zgjedhjeve, po thëmë, çdo 5 muaj, çdo 6 muaj, edhe i faturohet rrjedhimisht që i faturohet më shumë të vetëvendosjes. Edhe një proces i ri elektoral nuk i garanton as opozitës, nuk mendoj që i garanton rentabilitet elektoral për faktin sepse ka mu shpërnda faj. Gjatë ditës së djeshme pati goxha reagime të PDK-s brenda Kuvendit, pati edhe përplasje edhe fizike të zemrën, u prekën, u shtyen, ndërkaq sot ka përsëri reagim, aktivitet, aktivizëm të PDK-s. Çka ndikojnë këto lëvizje të Partisë Demokratike dhe sa mund të shtojnë presionin tek lëvizja vetëvendosje për të vazhduar seancat dhe konstituimin? Nuk mendoj që po bëhet domosdoshmërisht në funksion të presionit ndaj vetëvendosjes. Ndërkohë e kemi edhe kolegun gazetar Naim Sadiku që na bashkangjitet në panel. Naim, faleminderit shumë që u bashkangjitet. Ajo mizanskena që e pam dje, më shumë kënë në funksion të disa deputetëve që kërkojnë protagonizëm, sepse i kanë nuhat procesin e ri elektoral që asaj trajektori jemi të shku dhe rrjedhimisht kanë dashur me bë një farë shfaqje e cila mund t'ju përkthehet në rentabilitet elektoral. Na jemi të diskutuar këtë për aktivitetin e shtuar të PDK-s gjatë ditës së djeshme dhe sot, ku mund të çojnë, çfarë rezultate mund të sjellin këto lloj aktivitete të Partisë Demokratike dhe a mund të shtojë këtë lloj presioni që lëvizja vetëvendosje të lëviz ka shi konstituimit të Kuvendit? Është pak aktivitet i vëndshëm realisht, sepse të gjithë ne vazhdimisht kemi kritikuar formën e opozitbërës në Kosovë, një gjumë i thellë i partive politike që pavarësisht skandaleve të shumta ndër vite që ka bërë qeveria Kurti, opozita ka qenë shumë vakme realisht sa i përket veprimeve. Por si do qoftë, edhe pse i vëndshëm është i domosdoshëm realisht, sepse duke pasur nga janë duke rrjedhur proceset në Kosovë, vetëm një opozitbërje më ashpër, më aktive, do të mund të ndryshonte rrethonat në Kosovë, sepse jemi duke parë një rënje të Republikës, ka ra kushtetuta, ka ra gjithçka dhe këtë vend më askush nuk ka përgjegjësi për asgjë. Prandaj, edhe pse i vëndshëm, mendoj që është shumë i domosdoshëm. Qysh në mëngjes, Partia Demokratike u pozicionua te hyrja e objektit të qeverisë, ku patën një konferencë për media ku thanë që akterët, njerëzit që po mbajnë detyrat e ekzekutive nuk janë me përgjegjës për shkak të betimit si deputet të Kuvendit. Madje nëse mund të regjia të na sjell edhe ligjin për qeverinë miratuar në vitin 2022, ku njëri nga nenet thot pikërisht që në momentin kur betohet si deputet njëri nga anëtarët e ekzekutivit,
i pushon edhe detyra. Bëhet fjalë për nenin 26.1. Çka nuk kupton kjo? Si është pikërisht ligji Dhe pikërisht gjatë mbrëmjes së djeshme ka ora 20 pati një mbledhje elektronike me 24 vendime të. Dhe është pikërisht ligj që është hartuar nga vetëvendosja, është miratuar në mandatin e vetëvendosjes. Pikërisht vetëvendosja është ajo që shkel ligjin që ka sjell vet. Përveç kësaj na kemi edhe një vendim të Gjykatës Supreme që në rastin e ministrit të financave Kurran Murati që nuk mund të merren vendime, as nuk mund të ushtrohet pozita e ministrit ose e kabinetit qeveritar në përgjithësi kryeministrit përderisa betohen si deputet. Pra kjo është një praktikë e rrezikshme ku po hyn Kosova, sepse nëse nuk respektohet ligji dhe kushtetuta, atëherë çka mundet më ndodh këtë vend, kur e dim pra edhe protestat e para luftës, edhe gjithçka është thirrë për Republikën, për kushtetutën, dhe tash vjen një subjekt politik në qeverisje ku s'nje ligj, s'nje normë ligjore, s'nje kushtetutë. Atëherë ku po shkojmë? Prandaj po e shkelin vetë atë që kanë kriju. Kjo është edhe më shumë. Isha ndërlidh të afatet kushtetuese, ma shumë se sa të ky ligji, mendoj që afatet kushtetuese nuk ekzistojnë si qëllim në vetvete. Domethënë, ato ekzistojnë që me garantu një farë funksionaliteti. Nëse të njëjta, domethënë, afate zhvendosë në funksion të krijimit të institucioneve stabile dhe jo një farë kohe, një farë intermezzo që i krijojnë partive politike për mundësi për një marrëveshje të re, do më thonë, nuk është në e farë, ku me ditë, në e farë herezije e madhe nëse zhvendosëm gjithë një përthëm në funksion të gjetjes së një zgjidhje. Si është e mundshme realisht me u thirë ende në dialog, kur për gjithë këto muaj nuk ka rezultat dialogimi. Këta është farsë, po i ftojnë partitë politike, kurse kur u shpallën rezultatet përfundimarët KQZ-s, kur t'i ikun Greqi në pushime. Nuk e shfrytëzoj kohën pikërisht për t'i shtjerë këtu negociata. Edhe vjetë kur shkoj lënda gjykatë kushtetuese, edhe dekreti presidentit, s'madje thëjke se na duhet kohë. Por koha e kurtit nuk sjellë rezultat në Republikën e Kosovës, nuk është duke dhënë zgjidhje. Me partituese, ajo do duhet pikërisht sjellë të zgjidhje, jo të faturohet, themi qëndrimi opozitar, ose të akuzohet për me gjas kurti është mbështet, e ka marrë situatën si të mirëqen, është mbështet në deklaratat e sidomos të krejut të Partisë Demokratike, zotit Betri Hamza, i cili ka thonë nuk ka sens nëse krijojnë paraprakisht institucionet, kuvendi dhe qeveria nuk ka sens ma me dialogu. Edhe këtë kërkes të zotit Hamza edhe mbi këtë kërkes po reflekton edhe po vepron edhe kurti, sepse po insiston si pas kërkesës që ka pas si qëndrim fillestar për dëkëja. E dim një deklarat ka qarkullu shumë e zotit Hamza. Ka të drejtë edhe kurti me që si ka... Jo, së është qëndrim për tem, ka thonë nuk ka sens. është tashakeqës. Jo, mëre, a e shqetër deklarat, është drejt për drejt, decidivisht e ka thonë. Sepse kërku votat për një pozitë caktuar, kur këto i ke zgjedhë pa kurfar marrëveshje politike. Marrëveshja politike nënkupton diçka në paket. Nuk mundesh me i kry disa procese, me thonë, hajde tash votëm ma mu edhe 1% tjetër. Jo, bashkë në paket, pikërisht në paket, sepse në paket po kërkon kurti. Këta qëndrimi i ri i partive opozitare është direkt e presidenti. Nuk po dojnë paket. Nuk po dojnë marrëveshjen paket, se insistimi kurtit është me përfshi edhe partit politike tjera, spektrin opozitar, me përfshi në qeveri. Kjo është kërkesa edhe imperativi kurtit. është e parancishme. Që kjo ka kriju... është e parancishme ndarjen... Blokada është epilog i qësoja. është e parancishme ndarjen e balancën e pushteteve. Jo. Prandaj është kërkesë. Pushteti. A ka të drejtë edhe kurti me qenë se ka shumicën ndërmuese të votave, që të tjerët ta dëgjojnë pak më shumë? Sepse populli po thotë që ky njeri është fituesi, çto po e dojmë me qeverisë, edhe këta të tjerët me dëgju më shumë. Askush s'po e konteston fitoren e kurtit, as lëvizjes dhe vendosjes. Por këta të tjerët po thonë që po kërkojnë shumë. Nga vendosja po thotë që po kërkojnë shumë. Megjithatë partia e parë gjithherë duhet shojë më shumë për hir të stabilitetit politik, për hir të balancës demokratike këtë vend, për hir të respektimit kushtetutës, sepse kushtetuta është ndërtuar në atë formë që asnjë parti politike mos me pas këtë kopjen e shtetit. Prandaj pozita e presidentit është mesin e atyre që sado kudo e bën këtë balancën, e ruan aspektin e mënyrës se ka shkon qeverisja një vendi. Edhe është kërkesë e arsyeshme.
pavarësisht votave, sepse në praktikat e mërshme kemi parë parti politike që kanë dalë parat, por megjithatë kanë gjatë rrugtimeve politike kanë shupe në momente caktuara. Zotri Kurti tha nuk kemi nevojë për edhe një pushtet të katërt. Tash nëse po thoni me rujt një balans presidenti, a ka nevojë për opozit plus edhe brenda qeverisës me pas një opozit tjetër? Po, është e pamundshme sepse brenda qeverisës nuk mundesh me pas opozit, sepse fundit është kryeministri që mund të edhe shkarkoj ministra, edhe kemi parë praktikat e mëhershme se çfarë ka ndodhur në Kurtin 1. Po në këtë rast nëse del një president që është një lloj opozitari i brendshëm brenda pushtetit. Nuk është puna opozitar ai me dal konferenca me kritiku qeverinë, por është mënyra që kur shkojnë ligjet që mund bien desh me kushtetutën, nuk i dekreton. Jo, më në të me qenë një farë sabotatori, kushtimisht një farë subverzivi i qeverisë, nëse kjo është edhe frika e Kurtit, krahas imperativit që me respektu kushtetutën që një president me reflektu unitetin qytetar, përkatësisht mësë me qenë i proveniencave partijake, frika tjetër është që një president partijak edhe në shtetë edhe në dinamikat ekzistuese që janë në polarizimet, për thëmë që është bëjë inflacion, polarizimet partijake, një president partijak mundet me sabotu qeverin Kurti. Dhe më thënë, ato që ka bo dikur gjykata kushtetuse. është frike dhe paranoj, kështu totalisht e parashishme Kosova, veç një rast ka pas president jo partijak, zonjën atë fete Jajoga, tjerë kanë qenë partijak, kur fartke që nuk i kanë sjellë Kosovës, madje shumë të mira i kanë sjellë Kosovës. Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdia, Hashim Thaçi. Shëmbëllueshëm që atë argumentin që tha që kushtetuta thot që me pas një balans të pushteteve. Jo, nuk është e saktë. Jo, nuk specifikohet. Kushtetuta veç insiston në garantimin e ndomjes së pushtetit. Përsaktimi që duhet të jenë 80 vota është pikërisht çaja. Se që atë është esenca e krejt asaj, sepse një parti politike ajo ka derivu vonë në mas zgjedhjes së presidentit Pacolli. Jo, Jo, ajo në 2011 interpretim i Enver Hasanit ka qenë. Jo, interpretim i Enver Hasanit edhe ka bo akt gjykim kushtetues. Enver Hasani ka bo. A keni mbështetat e rrëzimin e Pacollit? Po, normal, po. A ne? Po, të. Po lej, me qenë se kemi zhvillimin e fundit këto lëvizjet e Partisë Demokratike të Kosovës, se kemi edhe kërkesën zyrtare të drejtuar sekretariatit të Kuvendit të Kosovës, ku në këtë rast i drejtohet zotri Dohari si kryesues sipas moshës të seancës konstitutive. Është kërkesa e dytë. Po, është kërkesa e Partisë Demokratike, ku thuhet ndër të tjerash, do të keni parasysh se sipas jurisprudencës së gjykatës kushtetuese, pavarësisht e kalimit të afatit kushtetues, Kuvendi duhet të konstituohet, shkelja e afatit nuk e shuan detyrimin për konstituimin e tij. Si po shohim këto veprime të Partisë Demokratike, a do të bëjë diçka tjetër? Edhe po e shohim vetëm Partinë Demokratike aktualisht duke vepruar ndoshta edhe në terren, edhe letra, aleancën e pam, një 2-3 deputet ishin gjatë ditës së djeshme. Lidhja Demokratike kemi sot një takim të grupit parlamentar, por gjatë ditës së djeshme nuk pati komente. Si janë këto lëvizje të partive? Është të pritshme se AKJ ka marrë një pozicion moti për e kohër që është ma agresive, kushtimisht me thonë në raport me pushtetin, edhe që zaten ky fakt i ka sjellë edhe e ka kapitalizuar elektoralisht AKJ, sepse ka qenë në skajet ekzistencës elektorale, po pozicionimi i saj ma agresiv i ka siguru edhe mbjetesë politike. Sa i përket LDK-s që kjo indiferenca, kushtimisht me thonë, e LDK-s është e kuptueshme edhe e pritshme, sepse po presin edhe me bën një marrëveshje, po shpresonin një marrëveshje me Kurtin, vjedhimisht edhe nuk pi shërbejnë tensioneve mes VV-s dhe LDK-s. Ndërkohë që në lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe deputetin e Partisë Demokratike Blerta Deliu, kodra të cilën e inkuadrojmë shpejt me qenë se duket që kanë edhe aktivitetet të tjera. Zonja Deliu Kodra, sot e bët një kërkesë zyrtare, por bët edhe një aktivitet pranë qeverisë, po ashtu edhe në kuvend. Çka synoni të arrini me këto lëvizje aktuale që po i bëni në kuvend dhe në qeveri? Po, Partia Demokratike e Kosovës e kemi thënë, do të vazhdon aktivitetet e saj në thyerjen e rendit kushtetues, lidhshmërisë dhe pushtetutshmërisë, sepse çfarë po ndodh aktualisht në vend është situatë jashtëzakonisht serioze. Pra ne kemi një deputet tashmë të betuar që mban peng institucionet publike të Republikës, pra mban peng qeverinë. Kemi një ushtruese të detyrës që herë sillet si ushtruese e detyrës së presidentes, e herë si deputete e zgjedhur, ndërkohë që të gjithë këta deputet të betuar nuk vijnë në kuvend
për ta kthyer rendin kushtetues të Republikës dhe për ta kryer detyrën tonë parsore që është konstituimi i organeve të kuvendit. Pra Partia Demokratike e Kosovës sot në mëngjes ka qenë para qeverisë, janë zyre të uzurpuara të nga Albin Kurti dhe eksponent të lëvizjes vetëvendosje, her ministra, her deputet, dhe natyrisht ne po kërkojmë që të jetë parsore kthimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë. Edhe tash kur po flasim, ne kemi deponuar tashmë një kërkesë zyrtare në drejtim të kryesuesit të seancës plenare, i cili këtë detyrë ka për shkak se ja përcakton musha, që ta thërret seancën ashtu siç e obligon rregulloria e kuvendit brenda 48 orëve. Pra, zoti Dehari duhet që ta ftoj seancën plenare në 48 orëshin e ardhshëm në mënyrë që t'i hapim rrugë krijimit të institucioneve të reja. Në të kundërtën, nuk mund të provojnë eksponent të lëvizjes vetëvendosje që një situatë të tillë të rrezikshmërisë, të anarkisë, të duken se nuk po ndodh asgjë. Situata është më e rëndë se ç'po duket, prandaj ne do të jemi këtu në përpjekjet tona për ta kthyer ligjshmërinë, nuk do të provojmë asgjë tjetër përveç se me forma demokratike, me forma kushtetuese, me forma ligjore, por edhe me veprime tjera në rrugë për të provuar, po e them, që ta kthejmë rendin kushtetues dhe ta kthejmë Kosovën në binaret e saj. Është një situatë pa precedent, nuk mbahet mend kur një subjekt politik që ka fituar as shumë besim, sillet me arrogancë të paparë dhe do të inskenoj gjoja normalitet në një vend që veç normalitet sot nuk ka. E njoftuam edhe publikun me ligjin me nenin, me ligjin e vitit 2022 për ligjin e qeverisë, por çka nëse vazhdohet të qeverisë dhe të vazhdojnë këto vendime të kësaj qeverie aktuale, dhe çka nëse nuk ftohet seanca për ditën e nesërme, cilët mund të jenë hapat e më të tjeshme të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe a keni edhe kontakte me partitë e tjera, me LDK-n dhe me Aleancën për veprime ndoshta të përbashkëta ose diçka të tillë? Është krejtësisht paradoksale, merreni me mend, brëm në orët e vona është qeveria është mbledhur, kjo qeveri që tash, po e them, këta ministra që janë vetuar si deputet, një deputet i zgjedhur që është vetuar si deputet Albin Kurti, mbrëm ka marrë vendime për shtetin e Kosovës, ndonë se nuk ka një mandat të tillë, pra janë zgjedhur institucione të rëndësishme, janë marrur vendime në një mbledhje online, ndërkohë që të njëjtit nuk po vijnë në kuvend për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Detyrën e tyre parsore. Domosdoshmëri është sot që ata të jenë në kuvend për të hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja. Kanë fituar besim prej qytetarëve dhe ata duhet të jenë në kuvendin e Republikës për të hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja. Ndërkohë që, po e them, partitë tjera politike e kanë të drejtën e tyre që të sillen raport me situatën politike ashtu siç ata marrin vendime, por thirrja e PDK-s është sot që të kemi kthim të rendit kushtetues, të ligjshmërisë, të kushtetutshmërisë, sepse sot nuk po shkelet vetëm një rregullore e kuvendit. Sot po shkelet kushtetuta, po shkelet gjykimi, vendimi final i gjykatës kushtetuese që e thot saktësisht që kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Në situata të tilla e kemi thënë tash e sa kohë, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të qëndrojë duar kryq, ne do t'i bëjmë të gjitha përpjekjet për ta kthyer Kosovën në binarët e saj, sepse gjendja është më e tensionuar dhe më e rëndë se ç'po duket në fakt dhe se ç'po provon ta bëjë lëvizja vetëvendosje. Liu, faleminderit shumë për këtë inkuadrim, sepse me qenë se jeni të zënë me aktivitetet të tjera, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të shkurtër dhe këto sqarime për veprimet aktuale që i keni bërë dhe ju si subjekt. Faleminderit shumë. Naim, sa po mjaftojnë këto veprime të Partisë Demokratike që të qitet në binar, siç po thotë Liu? Realisht kërkesat e PDK-s janë të shpërfillshme nga ana e lëvizjes vetëvendosje dhe të Kurtit, as nuk lodhen me marr parasysh sepse të jemi një qeverisë që se ka problem kushtetutën, as më pak do ta ketë problem një qëndrim të një subjekti politik. Prandaj situata absolutisht nuk është e mirë edhe varet se si do të veprojnë tutje partitë opozitare, por pak a shumë kjo është edhe këto është një lloj problematike në vetë edhe kërkesa për me thirr seancë tash nëse shkel kushtetuta, nëse ka kaluar fati 48 orë, 30 ditësh, prap ka një kërkesë, hajde tash na e krijojmë kuvendin duke shkel kushtetutën.
Këtu do të ndërhyjë, këtu do të ketë një ndërhyrje realisht. Është absurd. Absurd është. A mujna mja tregu publikut na çfarë rregulli, çfarë ligji është duke vepruar çtasht? Në çfarë hapësirë ligjore jena? Është vetëm rregulli i lëvizjes vetëvendosje. I vendosur si një lloj diktati. Absolutisht për momentin Kosova nuk ka asnjë normë juridike, ligjore mund me zgjat kjo situatë. Është vetëm diktati i lëvizjes vetëvendosje. E tha dikur, po ky skenar ju është imponu, po mendoj Kurtit për faktin se mosgatishmëria e partive politike veç mas e PDK-s për me participu në krim të institucioneve e ka penalizu mundësinë e krimi institucioneve. Mandej, krahas kësaj është edhe kërkesa dëngkishoteske e LDK-s. Përkatësisht një kërkesë që është në shpërputhje me fuqinë politike të LDK-s, insistimi i saj për pasjen e postit të presidentit e ka pru situatën para një blokade. Para një skenari deja vu që kemi pas në harkun kohor prej non shkurtit deri në dhjetor të vitit 2025. Dhe mundet mi u fatoru përgjithësia për blokat partive opozitare. Që vetë qëndrimit e lëvizjes vetëvendosje edhe kur ka qenë opozitë, thënë që opozita nuk e ka fojnë për kur gjonë Kosove, tash e pas ka fojnë. Jo, edhe dendurisht i bën ftesa për me bani marrëveshje. Cilat ftesa? Në të cilat nënshtrohet? Së nënshtrim, kompromisi politik nuk ka nënshtrim. Jo, nënshtrim është sepse ofrimi opozitave, mënyra se si ndodhet tremi përgjithësia është nështruese. Është nështruese. A jemi në situatë kur duhet me ndërhyjë? Institucioneve i takon partisë fituese, nëse të shtojnë krimi institucione është veç një fajtor, është partia fituese. A jemi në situatë po? Mja fatoru fajnë po jo dhe mja një ofë edhe nuk qëndron argumente që janë blokuara, asnjë prej partive nuk janë blokuara. LDK-ja është e hapur për negociata, është duke shku në takime. PDK-ja ka qenë e hapur për negociata, ai ka shku në takim. Herën e dytë ka refuzuar për shkak të pikërisht qëndrimit të partisë fituese, kryeministrit Kurti, që mos me dhënë realisht këtë balancën demokratike edhe në pushtet. Balancën për përmeni veç kërë është rrafsh... Alianca i ka afru votat pa kërku pjesëmarrje në pushtet. Po është e palogjikshme me fajsu. Pa pjesëmarrje në pushtet, pa pjesëmarrje dhe nuk ka kurajo me ullë në tavolinë. Ashtë ka që shumë e zërshme mja plëcu aliancës ato kërkesa? Kërkesa, ajo, gjysh, e ftoj Kurtin si konferencë për Shqip, në plëcaj që të Kurtin, do të në tavolinë, bërse nuk është loj kjo, për në me, po, është pak, do me thonë me funksionu brana kornizave të një seriozitetit institucional, e jo nuk është me... O zëti Kurti plëcëm me qëto kërkesa, në tavolinë, diskutohen ato dhe... Nuk është plëcim kërkesa, është kërkohet një deklarat, një lloj zotimi nga lëvizja vetëvendosje që do të merren parasysh kërkesat. Askush nuk thotë që do të ta ulën në shkollë. Ato projekte nuk realizohen me rana dite. Ky nuk është gjendja asnjë zotim publik me bë para një kërkesë ose një ofertë një parti opozitare që jep 7 vota. A jemi në situatë që do të ndërhyjet ndoshta edhe prokuroria, institucionet tjera drejtësisë me bënë një farë zgjidhje? Tash ekspertët kushtetuese, njësët e kësaj fushë normalisht janë duke komentu, tash aty në disa raste nuk parashihen, themi sanksione. Por si që tha ditë më parë nga ish gjyqtar, tha që në këso rast është gjykata e informon prokurorinë që s'po zbatohen vendimet e saj. Po pikërisht e kemi këtë rregullin 10 të zbatimi e vendimeve, ku thuhet në rast të mos zbatimit të një vendimi të caktuar ose të vonesës për dhënien e informatave të gjykatës për masat e ndërmarra në zbatim të tij, gjykata mund të nxjerrë akt vendim për mbarim, në të cilën do të theksohet se vendimi nuk është zbatuar. Akt vendimi për mosparimin merret me shumicën e votave, më pas gjykata e njofton prokurorinë e shtetit për të gjitha këto veprime. Absolutisht do duhet kishte ndonjë sankcion, sepse do njëherë, për nesër mund vi forca politike që mund t'jenë rrezikshme për shtetin. Edhe nëse s'ka sanksione kushtetuese ligjore, atëherë kush ka një shtet edhe një shoqëri, po kjo është absurde çka ka ndodhur në vend, mos me ushqetësu, përfaqësu si popullit, me ushkel akti më i lartë juridik i këtij vendi, po ka ra Republika. Kjo është shqetësuese. Zotë Sadiku, atë kujtohet përpjekja vetëvendosjes 5-7 herë me i përmbyll krijimin e institucioneve, gjithsesi përpjekja me zgjedh kryeparlamentarin. Edhe? Atë kujtohet? Edhe? Do me thonë... Po i si ka pas votat? Jo, e ka sabotu. I ka pas votat, e ka sabotu opozita. 5-7 herë ka insistu
Do me thonë, Kur u jashtë zgjedh? Me votat e kujt u zgjedh më pastaj Malbasha? Me votat e opozitës se si ka pas votat. Tash i ka votat 7 muaj ose 8 muaj. Pse s'po propozon tash pas 7 herë? Pse s'po propozon një emër tash i ka votat, se atëherë si ka pas votat. Për me qenë objektiv, e ka në hatë skenarin e parti, ose e ka të ditë... A i thuj, po në hatë skenare politike, kalkulime politike edhe në dëmë këti shtetet dhe kësa të shërije. Unë nuk thëmë që ndëmë, jo, për me qenë objektiv, kur të i pedin që përpjekja opozitës, e thash në kryet e herës që objektivi saj është me prodhu proces elektoral të ri dhe kur ti po don me zvarrit procesin me gjetë një zgjidhje po është e paqëndrueshme, është e pavërtet. Para zgjedhjeve vetëm që ka fol për zgjedhje të reja ka qenë vetë kryeministri Kurti. Ka thonë nëse nuk më japni 80 vota prapë rrezikojmë shkojmë zgjedhje. Nuk e bie që skenari është i para zgjedhjeve të dhjetorit ka thonë që nëse si marr 80 vota prapë shkojmë zgjedhje, ti po fajson se të opozitën. Po thoni që skenari është Jo, në dhjetore ki këto. Nuk ka qenë afirmativ, nuk e ka afirmu idenë, por ka thonë me shqetësim. Nëse nuk, është evidente, nuk e ka afirmu idenë në shkumnis së zgjedhjeve, po e ka përdor në raj të shqetësimit që nëse nuk gjejmë kompromis politik, veni... Po edhe nëse shkojmë zgjedhje, apet kena me shku në zgjedhje, në balë që saj fryme politike që shkemi të ekzistu për mdukët. Ideja opozitës është gjithdo proces elektoral e të kur kurtin, edhe unë besoj që e të kur, edhe biqit skenar po funksionon edhe opozita. Edhe që po bën kurti është që tu e di që po shkojnë në zgjedhje, po donë me kërku një datë optimale që i përkthehet në rentabilitet elektoral. Shumë e thjeshtë. Bala, falenderoj shumë për kontributin, zotëri Sadik, falenderoj shumë për kontributin. Sigurisht këto temat e politikës ngjallin shumë kurrisht edhe interes për publik, por mbetemi këndej pari që ti diskutojmë çdo zhvillim e çdo lëvizje që ndodhin. Tani kemi edhe përfund edhe një herë Lorenën